Përshëndetje nga Tirana Podcast dhe mirë se erdhët në episodin e radhës. Sot do të flasim për emigracionin, do të flasim për, nëse mund ta quajmë, lëvizshmërinë, që nga njëherë është edhe thjesht migrim, po ajo që sjell më shumë forcë ose dramë tek njerëzit është emigracioni. Largimi i gjatë, largimi i madh nga një vend në një vend tjetër. Do të flasim për integrimin e Shqipërisë në Europë dhe këndvështrimin e integrimit dhe emigracionit. Dhe kemi të ftuar zotin Lart Duraj, deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Mirë se erdhe, Lart. Do të flasim shkurtimisht sot, do të bëjmë një bisedë në këtë podcast të shkurtër edhe të lirshme. Në këtë podcast, që quhet Tirana Podcast, ne kryesisht kemi diskutuar për edhe procesin e Berlinit, po kemi diskutuar për integrimin e Shqipërisë, çështjet e integrimit europiane, dhe sigurisht një nga çështjet më të rëndësishme që bën edhe më jetësore, le të themi, në vetvete integrimin e Shqipërisë në komunitetin europian dhe në Bashkimin Evropian, është emigracioni. Po Shqipëria në vetvete ka një histori të vetën me emigracionin, deri edhe në pikën që në shumë vende të Shqipërisë ka edhe zona që lidhen me emigracionin, siç është për shembull, më vjen në mendje në Korçë, është sheshi i Lotëve, ku të gjithë përcjellin nënat e tyre përcjellin fëmijët në emigracion. Si e shef Lart Duraj, le të themi, këtë emigracionin dhe Shqipërinë dhe sot zonën Schengen? Me që përdore një figurë letrare që është sheshi Lotëve, muri Lotëve, rrugë Lotëve, jam i sigurt që çdo shtet ballkanës do ta ketë një vend të tillë, gurë të Lotëve, bregu Lotëve. Sepse gjithë vendet e Ballkanit kanë një traditë të madhe të emigracionit të shtrirë në kohë, kryesisht për një arsye shumë të thjeshtë që vazhdon të jetë po arsye kryesore, është arsye ekonomike, njerëzit rendin drejt mundësive më të mira, po ka dhe arsye të tjera pastaj, katastrofat natyrore, apo dhe, le të themi, rendet, diktatura, tiranit, mungesa e lirisë dhe të tjera me radhë. Dhe kjo fenomen është e shtrirë në kohë dhe pothuajse në gjithë qytetet e Shqipërisë. Unë kam një histori interesante për të ndarë me ju në këtë rast. Unë vi nga një fshat, jam një fshatit e Pelenës që quhet Damës, dhe sa u hapën kufit atëre, në 93-shin, pash një makinë të bardhë me targa Elbasani, që një forestrat, nuk e mbaj mend, dhe zbriti një burr pak i shëndosh. Në 93-shin shqiptarët nuk është se shquheshin për shëndet të kishin madh. hallet të tjera, atëre nuk kishin hallin se si të dobësoshin. Edhe zbriti një burr pak i shëndetshëm edhe foli italisht. Fatmirësisht për shkak të rrethanave, unë e flas disi dhe komunikuam. Ai quhej Francesco Damsi. Madje ka sjellë dhe një libër tani në Shqipëri për arbreshët e Italisë, po që vinin nga zona e Tepelenët dhe zona jonë, të cilët ishin përqendruar në Lungro. Ai zotëria kishte ikur 500 vjet përpara, familje vet kuptohet, edhe kodrin e quajnë San Ilia. Erdhi mori gur në Damës për t'i çuar në fshatin e vet, për t'i ndarë me arbreshët të cilët kishin 500 vjet larguar dhe erdhën morën gur nga fshati i tyre. Pra, ajo që bën ndoshta të veçantë historinë tonë të migracionit nuk është fakti që pse largohen, se do largohen gjithkohon. Po arsyeja ose ajo që bën të veçantë është fakti që ata kurrë nuk i shkëpusin lidhjet me vendin e tyre, për çfarë lloj arsye. Edhe pa qenë kurrë fizikisht pranë, diçka aty në shpirt u ngelet dhe mjafton një shkëndijë dhe ajo ndizet sërish. Paktën për këtë ne jemi me fat në shqiptarët. Shumë e vërtet, në fakt, gjitha historitë dhe emigracionit vetë është shumë i lidhur me histori emocionuese, po nëse ne vim në vitet tona, emigracioni dhe komuniteti europian ose Bashkimi Evropian i është dashur që ta konfiguroj edhe me termat e vetë. Për shembull, të quaj një zonë Schengen dhe disa shtetet i trajtoj me marrëveshjen e lehtësimit të vizave. Si e shikon këtë dallim midis zonës Schengen dhe marrëveshjes për lehtësimin e vizave? Shiko, unë jam ekonomist dhe çdo gjë shikon një këndvështrim dhe ekonomik. Marrëveshja Schengen, në fakt, për kuriozitet, mbas e din, por emri i saj vjen nga një fshat i vogël,
në Luksemburg, që është në kufi Luksemburgut, Gjermanisë dhe Francës. Në përgjithësi këto marrëveshje sidomos në Europë marrin emrin nga vendet kush në shkruar. Kështu që ky është një fshat i vogël, u bë tani emri ndoshta më i njohur në Europë. Edhe më i dashur për ca. Varet. Dhe në vitin 1985 për herë të parë vendet themeluese krijuan zonën Schengen me anë të marrëveshjes, pastaj më vonë ka dhe traktate gjëra të tjera. Në thelb marrëveshja Schengen dëshiron, pra të kthehemi te këndvështrimi ekonomik, dëshiron që të krijojë një treg sa më fleksibël dhe sa më efikas. Pra, krau fuqisë punëtore, kapitali, të gjitha me radhë të lëvizin sa më shpejt jetë e mundur. Kjo sigurisht pastaj është dhe arsyeja pse ka kufizim ose pse me vështirësi hyet në marrëveshjen Schengen, sepse çdo vend që hyn do krijojë ekuilibra të reja në tregun e punës, të kapitalit, të biznesit. Dhe kjo në sistemin e taksave të gjitha me radhë. Dhe në përgjithësi vendet që janë themeluese të zonës Schengen janë shumë të kujdesshme për të shtuar zonat e tyre. Por gjithsesi, për shkak dhe të arsyeve politike ekonomike, vendet e Europës, sepse fundi fundit Europa është një bashkësi prej 420 milionësh që janë te lëvizja zona Schengen, përsëri dëshirojnë të kenë fuqi punëtore, por të kontrolluar. Dhe për këtë arsye, pas marrëveshjes Schengen krijohet kjo, si thua, qasja e lëvizjes ose liberalizimit të vizave. Kjo do të thotë që të gjitha ato vendet që plotësojnë disa kritere të caktuara, që konkretisht janë vendet e Ballkanit Perëndimor, që është Bosnia, Maqedonia, Malizi. Këto vendet që kanë mbetur jashtë zonës Schengen. Dhe për arsye të qarta është Moldavia, Gjeorgjia dhe Ukraina. Këto vende janë te kjo të marrëveshja e liberalizimit të vizave, që në thelb mjafton të kesh një pasaport biometrike dhe ti praktikisht quhet si mbajtës një vize për të hyrë në Bashkinë Evropiane. Sigurisht janë ato kushtet 180 ditë, 90 ditë leje qëndrimi. Sigurisht vinë bashkë me të vinë edhe me kushtet. Kjo ka të bëjë vetëm me lëvizjen e lirë. Për çdo rast kur statusi jot është dikush tjetër, pra arsye pune, studimi, gjitha me radhë, ti do aplikosh për vizë dhe pastaj ka procedura të tjera se si ti e merr këtë vizë. Kufizimi, në fakt, nëse ne flasim për qenien njerëzore, për njeriu, gjëja e parë që na vjen në mend ose në kuadër të bisedës tonë, është lëvizja e lirë, e cila nuk mund të kufizohet. Po, sigurisht që kombet, shtetet, këto shtetet që mblidhen dhe vendosin se çfarë do ndodhin me njerëzit, e kufizojnë lëvizjen e lirë. Po, përpara se të shkojmë te kufizimi i lëvizjes lirë, le ta konsiderojmë lëvizjen të pakufizuar, të lirë ashtu siç është. Cilat janë benefitet e lëvizjes lirë? Patjetër që si çdo fenomen. Dhe më pas do të pyes cilat janë pjesët negative që ajo sjell, po. Le të vim te benefitet. Ka të dy anët. Ajo e parë që më vjen në mendje është në aspektin njerëzor. Njerëzit kanë lindur qenie të lira dhe normal që kufizimi i lëvizjes dhe shumë gjërave nuk është natyrën e tyre. Ne jemi ndoshta që në konceptin që kur ka lindur njeriu të paktën pavarësisht se si e konsiderojmë gjenezën e tij, lëvizja, emigrimi, zhvendosja drejt vendeve ku gjuante, ku gjendet territori ka qenë pjesë e qenies tonë. Kështu që ne vazhdojmë të jemi gjithmonë e kërkimit të njeriu për të gjetur një gjë më të mirë. E para është të shijosh sa më mirë jetën në një kuptim, pra pa hyrë pasaj në analizë tjetër, se si njerëzit përpiqen të përshtasin aftësitë e tyre personale me mundësitë që ofron tregu. Për shembull, supozojmë që shqiptarët gjithë kanë qejf futbollin. Një futbollist i talentuar me pak mundësi do gjejë hapësirë këtu, por në një vend ku futbolli tazëm është një shërbim shumë i kërkuar, patjetër do ta gjente, apo një muzikant, apo pafund po të folur për zanate apo profesione nga më të ndryshmet. Pastaj dikush i pëlqej një stil jete i caktuar, një mënyrë jete e caktuar, dikush mund t'i pëlqejë Italia, dikush Arabia, pra ka arsye më të ndryshme. Kryesorja është një njeriu duke qenë i lirë të zgjedh për atë lëviz, jep më të mirën e tij dhe merr më të mirën nga ambienti që rrethon nga natyra. Kjo për mua është përfitimi më i madh plani personal. Pastaj në planin institucional apo shtetëror, patjetër që një ekonomi me nevojë të caktuar në lëvizje e lirë përfiton krah të lirë pune, përfiton krah të specializuar. Treku gjerman për shembull është më ju jeni ekonomist dhe sigurisht që ekspertiza juaj do kategorizohet edhe në profesionin që ju keni. Ekonomikisht, lëvizja e lirë
pa diskutim që sjell përfitime, po në cilat fusha mund të sjellë ato më të mëdha? Për vendin që pret lëvizjen e lirë, apo për Për vendin që... Shqipërinë, për vendin tonë. Kjo lëvizje e lirë, çfarë Lëvizja e lirë do shkuar në gjitha plane. Për shembull, fal lëvizjes lirë, Shqipëria mund të vej 15 milion turist. Ka, për shembull, është e thjesht kaq. Aeroporti Irina Sidkari të rekordet pa imagjinueshme më parë, gjithaj kapital që në Shqipëri. Unë që jam i afruar edhe me sistemin arsimor, fal lëvizjes lirë, pedagogët shkojnë, studentët vinë dhe alternohet kjo gjë pra. Juve, sepse ju në Universitetin Europian Tiranës, keni shkëmbim pedagogësh? Po, madje Bashkimi Europian në përmjet programeve të caktuara i nxit jashtëzakonisht shkëmbimet, i financon projekte të caktuara. Dhe kjo është një fenomen që shkëmbejmë eksperiencë, shkëmbejmë mënyrë jetesi, përshtasim kurrikulat, pa fund të përfitime. Por ajo që do doja që lëvizja e lirë duhet ishte edhe më tej. Fokusi podcastit është lëvizja e lirë në Bashkimin Evropian dhe në Europë. Por ajo Shqipëria ka marrë masat jashtëzakonshme për të pasur lëvizje të lirë me sa më shumë vende. Janë hequr vizat shumë para pjesë më të madhe të vendeve të botës. Po, para 2 vitesh janë vizat me Kazakistanin, për shembull, që së fundi edhe me Tajlandën. Po, një shoqe vajzës time do vi për festat këtu nga Kazakistani dhe pash kuriositet si ishte raporti jon. Pra, janë hequr vizat me shumë nga vendet e ish-Republikës Sovjetike, kështu që. Deri tani diskutuam për benefitet dhe sigurisht që ato janë, le të themi, dhe fokusi kryesor. Po të pjesët negative të lëvizjes lirë, cilat mund të jenë? Pjesët negative të lëvizjes lirë. Për mua, për shembull, lëvizja brain drain, lëvizja e trurit ose ikja e forcës punëtore. Në Shqipëri është një zonë specifike e veçantë, zonë e Zagoris, janë 12-13 fshatra atje, që ndoshta çdo fshat mund të nxjerrë shumë figura sa mund të shkruajnë shumë histori. Për shembull Nivani, Shepër, i flasin këto, për shembull fshati janë në Zagoçajupit, me kisha shumë të bukura të ndërtuar nga migrantët e dikush, të cilët i mbajnë lidhjen fort me vendin e tyre. Nëse do vesh të shikosh tani, për shembull në Nivani janë 3 shtëpi. Për mua është zona që kanë formuar këtë komp, këtë vendet janë, mund të kap këtë fotografi që jam i sigurt që kushdo të paktën e parafituron për të thënë se cilat janë ato negative. Zonat caktuara që arjen me vështirësinë e infrastruktura patjetër do kenë mungesë banorësh, do largohen. Mos flas zonën time të Pelenës për shkak të punës së deputetit, jam në shumë fshatra që dikur kanë qenë qendra të mëdha edhe të kulturës, zona madje të caktuara. Tash një pjesë e madhe e popullsisë ka emigruar. Arsyeja kryesore e largimit është një lloj dëshire për të, ajo që tham, për jetë më të mirë, për shkollim më të mirë, gjitha me radhë. Megjithatë, fatmirësisht ka dhe anë pozitive, sepse shumë nga këta shqiptarë që janë larguar, falë dhe kushtet e caktuara, sepse fundi ekonomia tregut vendos tendencat, janë në fshatin tim shumë, janë rikthyer. Pikërisht për këtë doja edhe që të flisnim pak në fakt, që është në një moment, sigurisht, ky largim e emigrantëve që ju sapo përmendët nga fshatrat dhe largimi nga zonat ndryshme të Shqipërisë, jo vetëm në jug, po edhe në veri, shumë fshatra janë paksuar, djemtë e ri kanë vajtur në emigracion, dhe sigurisht që kanë kërkuar një jetë më të mirë, një ekonomi më të mirë, po pa diskutim që, nuk po them pjesa më e madhe, po pa diskutim, një pjesë e mirë e tyre kanë vajtur me qëllimin që të sjellin diçka për familjet e tyre, për nënën, për babain, për vëllezërit e vegjël apo për çdo që ka qenë në Shqipëri. Dhe kjo sigurisht që me kalimin e viteve ka ardhur deri në pikën që një pjesë e mirë e tyre tani po lakmojnë rikthimin në Shqipëri. Nuk është fjala lakmi, fjala më e gjetur, po le të themi e zbukuron pak si fjalë. Dhe shumë prej këtyre emigrantëve duan të rikthehen prap, të investojnë në Shqipëri prap, dhe të sjellin këtu jo vetëm kursimet, po edhe profesionin e marrë prej atje, dhe eksperiencën që kanë marrë atje, ta sjellin në Shqipëri, në vendin e tyre, në fshatin e tyre, apo edhe pse jo dhe në qytetin më të afërt të zonës nga e cila kanë ikur. Si e shikon këtë optik, këtë vështrim? Ashtu si të gjithë ne të paktën që në përgjithësi kemi qëndruar stoik në vendin tonë, edhe unë e shikoj me shumë dashuri, më dhe fjalë, kthimin e
shokëve, të njohurve, të afërmëve, shqiptarëve në Shqipëri. Ka një lloj shprese, duket si një lloj. Po, dhe të mendosh që ky kthim po ndodh tani kur nga emigracioni shqiptar ka kaluar një fazë më fisnike, po them. Është krijuar diaspora shqiptare, sepse ata tashmë janë plotësisht pjesa më e madhe të integruar në vendet ku jetojnë. Unë ju më prezentuat, unë jam deputet i Partisë Socialiste dhe kam mbajtur për disa vite funksionin dhe e sekretarit të diasporës në Partinë Socialiste dhe edhe për shkak të funksionit. Kam bërë shumë takime me një pjesë të madhe diasporës, kryesisht në Greqi dhe në Itali, ku është përqindrimi jonë më i madh. Dhe kam parë dhe kam folur që para disa vitesh, 4-5 vitesh, që shikoj një tendencë të qartë për të rikthyer. Pra, dëshirë të pyesnin. Dhe hapi parë është që ti fillon ndihesh krenar për vendin tënd. Nuk do të bëj politik, po është një fakt. Po jam marrë vërtet masa shumë efikase nga qeveria shqiptare që ti bëjnë të ndihen krenar. Nuk është vetëm përfaqësimi dinjitoz për institucionet e ndryshme dhe arenën ndërkombëtare. Po çfarë përfitohet? Kam parasysh për shembull marrëveshjen e pensioneve që funksionon shumë mirë. Unë për shkak të disa cilësive të tjera të postë shqiptare e njoh mirë këtë gjë me Italinë, pothuajse është drejt fazës fundit dhe me Kanadën, Amerikën, shumë të tjera funksionon. Njohja e patentave që ka qenë një problem i madh. Shpesh kujdo i ka kaluar të thoj në jug. Tani së fundi fare nuk duan mas këto leje ndërkombëtare që ka qenë një bezdi e madhe. Pra, çfarë shteti jo të bën për ty? Për gjuhën shqipe, për libra, gjitha me radhë, fillim ndihesh krenar. Pastaj shikon që vërtet krijon kushte shumë të mira që ti të kthehesh dhe të investosh në vendin tënd. Sepse kjo është një gjë reciproke. Vërtet remitancat, për ata ardhët që diaspora ka, unë e thash në fillim, që ne shqiptarët kemi një raport shumë të veçantë me vendin tonë. Ai kishte 500 vjet dhe prapë këtu e kishte mendje. Imagjino brezi tanishëm. Pothuajse çfarë lekësh kursejnë, domthonë shqipnemi rekord për banor, për sa i përket remitancat. Dhe kjo është hapi parë që të bën shpresë plot që rikthimi do ndodh herë ose vonë. Kur gjërat shkojnë mirë në shtetin tënd, se ti nuk ke nevojë të humbasësh diçka, një biznes që ke atje dhe të riskosh këtu. Por në Shqipëri nuk ka ikur koha kur risku i investimit ekziston. Unë them që pothuajse është zero. Mund fillosh pak apo shumë, por risku për të humbur. Por risku për të humbur atë investim që ti bën nuk ekziston. Jo më kot përveç kryeministit, gjithë të tjerët, madje jam i sigurt që dhe opozita, sa herë ty vetë mundësia do t'i ftoj të kthehem, se vërtet ka opsione shumë të mira, sidomos në fushën e shërbimeve që nuk duan ndonjë turizmi, pastaj zhvillimi i turizmit lidhet me shumë sektor të tjerë, është energjia, është bujqësia, është industria lehtë që funksionon sepse janë zinxhirë të lidhur. Kjo është e para në një këndvështrim, më lejo ta quaj mikro. Po nëse e shohim në një këndvështrim më makro, pra në një moment siç janë edhe le të themi piketimet apo qëllimet e shtetit dhe të qeverisë, që Shqipëria në 2030 të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Mos jetë më në regjimin e lehtësimit të vizave, po të jetë pjesë e zonës Schengen. Për të jetë me të drejtat plota qoftë ekonomike, qoftë politike. A ekziston një mundësi që të ketë sërish një lëvizje të profesionistëve në për, le të themi, vendin e tyre të ri, sepse Evropa do quhet një e vetme për ta. Aktualisht quhet për ato që jetojnë në Evropë. Pra do ketë një migrim, mund ta quajmë migrim në këtë moment në 2030 mbasi Shqipëria do hyjë në zonën Schengen. Do ketë një lëvizje të profesionit ose si e parashikoni ju? Nuk është tamam e njëjta gjë Bashkimi Evropian dhe zona Schengen. Ka vende që janë në zonën Schengen dhe nuk janë Bashkimi Evropian, mund të jenë në Bashkimin Evropian, por janë në zonën Schengen po me kushte të caktuara si Danimarka. Por presupozojmë që Shqipërisë do jetë, se mund të hyjë në zonën Schengen e përpara se të hyjë në Bashkimin Evropian. Sepse lëvizja e lirë e njerëzve dhe kapitalit dhe integrimi i një ekonomie të caktuar në ekonominë e Bashkimit Evropian me kushtëzime të caktuara, me lehtësira të caktuara janë pak të ndryshme. Por jam i sigurt që ne do integrojmë Bashkimin Evropian përfshirë dhe në zonën Schengen në të njëjtën kohë. Kjo të paktën është parashikimi dhe unë jam shumë optimist. A kemi një frikë të lëvizjes së profesionistë? Unë nuk besoj të kemi një frikë të kjo gjë. Madje mund të them që e kundërta mund të jetë më e mundshme. Standardi i Shqipërisë, i jetesës në Shqipëri, i pagesave në Shqipëri, po ecën me ritme të shpejta drejt një konkurrimi dinjitoz dhe me tregun evropian. Fakti që shumë specialistë, jo vetëm shqiptar, rikthehen, por dhe gjerman, italian, gjejnë hapësira në tregun shqiptar të punës, më bën optimist që integrimi i Shqipërisë nuk do të sjellë pasojë. Sigurisht në fazën e parë do kemi pak
Një tronditje të vogël. tronditje. Por unë them çështja për të bërë është bërë në një kuptimin qoftë për mirë, qoftë për keq. Shqiptari nuk e ka problem, thashë jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Në ana sociale kemi një qasje shumë të veçantë ndaj njëri tjetrit, ndaj fisit. Mjafton ta kemi kushrit dytë, edhe tani të pret ai nuk e ka problem. Bën hall sa të integrosh, imagjino të para, pastaj mos flas për motra e vëllezër që çfarë bëjmë ne. Pra, kushdo shqiptar që ka dashur të iki, ta provoj fatin, ta tentoj, e ka. Pa që nevojë të jesh në zonën Schengen, shtetet si Gjermania bëjnë ftesa pa fund për shqiptarët e vet. Pa fund. Domthon, ata kanë nevojë fuqi punëtare në çdo lloj sektori. Policia Europiane ne dim që është në plagje me ritme që nuk janë optimiste, dhe normal për një fuqi të re punëtore siç është ajo shqiptarëve, që kanë edhe dinamikë, që për mua janë ne jemi ndër popujt më punëtor në botë, ne kemi lloj tendence vetë ironie me veten, kur vjen puna te puna, pra nuk e quaj vetëm një punëtor të matë, ku di unë, por të përballur me gjermanët, me italianët, me grekët, më besoj që kemi bërë një diferencë të qartë dhe jam i sigurt që gjithë kjo eksperiencë e marr pastaj do rikthehet në Shqipëri, sepse me imagjino një kompani në Itali të drejtohet nga pronar shqiptar. Kur ne jemi në Bashkimin Evropian, dhe ajo kompani do ketë goxha lehtësime fiskale për të investuar në Shqipëri. Pra, nuk është vetëm largimi i fuqisë punëtore, po mund të jetë thithja e kapitalit. Lehtësimi i mundësive për të reinvestuar atë. Se kjo historia e Bashkimit Evropian është win-win, nuk është se njëri jep, pra bashkimi të bën më të fortë, kështu që ka shumë këtë vështirësi se si mund ta shikosh këtë historinë e Bashkimit Evropian. Ne nisëm bisedën tonë duke kthyer pak në kohë me emigracionin, duke trajtuar edhe historikun e lodhëve, siç e nisëm edhe podcastin tonë. E zhvilluam atë me qasjen aktuale dhe shkuam dhe kërkuam pak edhe në emigracion në zonën Schengen, po unë dua të të bëj një pyetje, ndoshta edhe për ta mbyllur këtë episod të podcastit. Si e shihni ju të ardhmen e Shqipërisë jo vetëm në zonën Schengen, po këtij vendi të vogël që integrohet në një vend shumë të madh, pra një peshk i vogël që hyn mes disa peshqive të mëdhej të komunitetit evropian. Shiko, ky krahasimi me peshqit më gjeti të papërgatitur se si mund të reagoj, po ne nuk bëjmë pjesë të peshqit agresiv, po jemi aq shumë të mësuar me rreziqet, me terrenet vështira, sa jemi sigurt që do mbjetojmë dhe do shtojmë dhe do shumëmi jashtëzakonisht në realitetin e ri. Por imagjinoj Shqipërinë ndryshe, me thënë drejtën. Qoftë për sa përket studentëve ndërkombëtar, punonjësve ndërkombëtar. Demografikisht unë mendoj që do jemi ndryshe. Do kemi më shumë të huaj, të gjitha llojeve. Do jemi një vend europian tipik. Vitaliteti i ynë si komb do bëjë që ne të integrohemi shumë mirë, shumë shpejt dhe shumë fort në këtë realitet të ri ekonomik dhe politik? Do më thënë, jam i sigurt që çdo shqiptar ka bide, aq më tepër unë që hyjtë optimistët e lindur të kjo pjesë. Fundit, po të flasësh me përqindje, 60% e shqiptarëve aktualisht që kanë lindur në Shqipëri, jeton jashtë Shqipërisë. Praktikisht në të integruar jemi në të gjitha kuptimet. Mos flasim për shqiptarët e treve, pastaj që është tjetër histori, mos flasim për diasporën e vjetër që po rigjen tek Shqipëria një vend që të emocionon sërish. Pra, jo të ndjesh krenar në një fotografi në distancë, të emocionon kur vjen e shikon e jeton e prek me gjithë realitetet e bukura që ajo. Mua më pëlqejnë notat e optimizmit dhe e mbyllim këtë episod bashkë duke të falenderuar për optimizmin që solle në këtë podcast. Podcast Tirana ju falenderon dhe do të shihemi në episodin e radhës. Faleminderit.